Kjo javë pritet të jetë ndër më të tensionuar për drejtësinë shqiptare. Në qendër të vëmendjes është vendimi që pritet nga gjykata kushtetuese lidhur me padinë e kryeministrit Edi Rama për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balloku. Një çështje që ka ndesur debatin politik dhe ka hapur diskutime mbi raportet midis ekzekutivit dhe gjykatës kushtetuese. Për këtë situatë foli në TikTok analisti Erdian Elezi, i cili u ndal fillimisht tek roli politik dhe institucional i Ballokut. Po, edhe mund të thuhet kështu e nderuar, varet çfarë vendimi do marrë gjykata kushtetuese, do në arsyetimin që do i bëjë dhe varësisht nga vendimi, mund të krijohet ai perceptimi lidhje me rujtjen apo ndikimin e balancës midis pushteteve. Dim që kryeministri ka ushtruar tragin e vet kushtetues për ta adresuar, për ta atakuar këtë vendim për shfuqizimin e masës pezullimit gjykatë kushtetuese, e cila është para dilemave të saj, varësisht se si do ta trajtojë, mund ta argëzojë, mund ta pranojë apo mund të jetë neutrale, në kuptimin e barazë dërguar nga vendimi, në kuptimin mund ta konsiderojë edhe si diçka procedurale. Ndërkohë një tjetër dosje e nxehtë është rikthyer fuqishëm në vëmendje, dosja Partizani, ku të panderur janë ish-kryeministri Sali Berisha dhe dhënë drejtia Marber Maltezi. Shtyrja e fundit e seancës ka rikthyer diskutimet për kozjatjen e proceseve gjyqësore dhe ndikimin e tyre në perceptimin publik. Në këtë pikë Elezi u pyet nëse ky proces mund të ndryshojë mënyrën se si qytetarët i shohin politikanët dhe sistemin politik në tërësi. Nuk mund ta them nderuar se kjo mori kohë ky proces, për hir të vërtetës se unë nuk jam i qartë se si don lidhe me thelbin e saj, një proces i cili do zgjas për hir të vërtetës dhe nuk e di se si do merret një vendim, por pra aq kohë sa që procesi është në fazën e tij të shqyrtimit gjyqësor, edhe kjo ka një kohë e cila ballafaqimin e provave, fakteve dhe pretendimeve të palëve ndërgjyqëse do merret vendim, por pra aq kohë sa që kush është pjesë e procesit, absolutisht nuk kemi absolutisht thyrje të besimit, por përkundrazi është një materializim i faktit cilët ky organ me fjalë dhe këto institucione bëjnë punën e tyre, por se sa do të dalin deri në fund kësaj, në kuptimin e provimit të akuzës, kjo do kohën e vet dhe mund të zgjasë edhe me vite. Sipas tij, çdo vendim që prek figurat e larta politike krijon efekte drejt për drejta tek opinioni publik, por edhe tek besimi në institucionet e drejtësisë.